që nuk do të ketë zgjidhje. Do aprovoj në kryeshefin Petri Tërqisa fare në fund. Më ktheni mua në studio për të parë nëse do t'i kthehen pas nënshkrimit të 1.5 milionësh punëtorët punës apo do të insistojnë në këtë subvencionimin. Në fakt, për subvencionim nuk i kam votat në asambleme që PDK-ja nuk do të votoj. Kam përshtypjen as vetëvendosja nuk do të votoj. Zotë Reqica, do t'i ktheni punës pak nënshkrimit kontratës 1.5 milion euro apo do të kërkoni ende? Po jo Arben, ajo kontratë nuk ka të bëjë, nuk ka zgjidhja, na e kemi diskutuar edhe në kaluamën. Ajo kontratë ka të bëjë për një shërbim totalisht krejt tjetër, edhe kjo kontratë nuk parasheh pagesa tek mas 2-3 muajve kur të hen në fuqi. Dhe kjo kontratë nuk mundet me u zbatu drejt për drejt me njëherë, për shkak se i ka do modalitete dhe do teknikalitete dhe në zbatim. Kemi me bo një komision të përbashkët, kemi me bo një plan qysh kemi me mbledh atë lloj të mbeturinës si pas kontratës që është, kemi mi pranu 2 kamionat me proces verbal dhe me komision, nuk fillon kjo kontratë me njëherë me kriju efekte. Kjo është komplet diçka tjetër, karshia asoj kërkesës bazë që kemi për me na u pagu ajo pjesa e borxheve. Dhe çfarë po kërkoni tash? Po kërkoni subvencionimin? Na Arben veç një kërkesë thjesht e kemi pas, edhe nuk ka pas nevojë me ardhe te ky komplikim, ka qenë totalisht e panevojshëm. Pagesat për shërbimin që e kemi kry për 5 muaj. Komuna po thot nuk ju kemi bërgj, nënën tjetër i kanë bërë thirrje qytetarëve mos pagunin pastrim, paguni në komunë dhe qytetarët kanë pagu në komunë dhe paret po qëndrojnë në komunë. Dhe komuna sot arsyetohet nuk kemi kontratë, derisa ne e kemi një rregullore e cila e përcakton shumë qartë dhe e bën zgjidhjen. Thjesht na paguhet që ajo bërgj ose të paktën vlera e konsiderueshme në mënyrë që na me kry obligime ndaj naftës edhe obligime tjera dhe me dalë me punu. Na nuk e kemi të lashën ma të vogël e kemi me punu. Mirë, se për subvencionim do duhet që të ketë një vot të asamblesë. PDK-ja nuk do ta votoj. As vetëvendosja nuk do ta votoj. Ne i kemi thonë, mos na faturoni çështjet që janë kompetence kuvendit komunal, sepse ne nuk kemi as fuqi juridike e as politike çka bën kuvendi komunal. Ata janë organi më i lartë i kuvendit i komunës, edhe nuk është në kompetencën tonë. Nuk e di pse shpesh po tentohet me na u faturua dhe neve ajo që ka ndodhur atje në kuvend komunal. Mas pakti kemi ne të bëjmë me ato që ka ndodhur në kuvend komunal, ne çka do që vendos kuvendi komunal e zbatojmë sepse është obligative për neve. Mirpo, jo me... Faleminderit shumë kryeshef, nuk do të mund të marr më shumë kohë me këtë çështje miq sepse do t'i kushtoj.